jam e sinqert shumë që apo të them. Unë i dalloj njerëz prej kujt ndoshta prekëm edhe prej kujt nuk prekëm. Ta kuptojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin aty ku e ka të nevojshme personi. Lume Berisha vjen në radhë parë nga Kamenica. Tashmë e 13 vjet jam shpërngull, kam migru nga vendi im i lindjes, kam marrë në Prishtinë për arsye të studimeve. Domethënë shkollën fillore edhe ato të mesme e kam përfunduar në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjeladin Deda që ndodhet në Pej. Studimet themelore dhe ato master për gazetari kam përfunduar themelorat në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Gazetarisë natyrisht, edhe studimet master i kam përfunduar në Kolegjin AAB, po për komunikim masiv dhe gazetari. Ndoshta është kjo një shumë shpejt, domethënë e tregova, mirë po mes shkollës mesme edhe studimeve derisa i kam regjistruar, ka qenë një vakum kohor që realisht unë nuk është se e kam gjetë veten në vendin tim në Kamenicë, kjo jo për faktin që domethënë janë ndoshta sjell keq ose diçka tjetër, por arsyeja e vetme është se Kamenica është një vend i vogël, natyrisht është një vend shumë i bukur, edhe vuaj që tashmë nuk e jetoj jetën atje. Mirë po, është një vend i vogël që nuk është me shumë perspektivë. Gjatë këtij vakumi kohor, siç e përmenda, kam përfunduar shumë trajnime. Domethënë qoftë në fushën e gazetarisë, qoftë në fushën e të drejtave të njerëzit, trajnime të ndryshme që ndoshta tashmë njëherë nuk më kujtohen, mirë po që t'ja vë kapakun të themi kështu të flasim më shlirë, ka qenë një trajnim diku në vitin 2012 që e kam ndjekur në qytetin e Gjilanit, i organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian, që trajnoheshim për ndërtimin e startupeve. Realisht ky ka qenë një trajnim që unë e fillova, por nga se me ekonomi nuk qëndroj edhe mirë, sepse normalisht nuk është fushë imja dhe nuk është se kam dëshirë të thellohem në atë drejtim. Në një moment, edhe pse nuk jam njeri që dorëzohem realisht, po në një moment u tërhiq ka thash ta lë fare sepse nuk është që mua më hyn punë, por në fund të fundit ky trajnim domethënë u bë shkaku që unë faktikisht pastaj vendosa që të marr rrugë tjera, të përparoj për vete, domethënë që të bëj ndoshta kërkesa për largim nga Kosova që nuk është kjo mirë fare, edhe gjitha këto. Edhe domethënë ky është hapi që mua më ka bërë të eci më përpara, edhe të jam sot këtu ku jam. Prap kthehemi te çike pjesë ose fazë e jetës tënde, po më intereson fëmiria jote Lume, çysh ka qenë? Çysh e kujton fëmirinë? Pyetje shumë e bukur, edhe gjithmonë kur kthehem në atë fazë, domethënë kënaqem. Realisht unë kam lindur në një familje që përbëhet nga 5 anëtar, domethënë kemi jetuar në një shtëpi ku ka me mamin, babin edhe vllau motra. Domethënë kam lindur shumë mirë gjitha këto, kur vjen një moment që unë në sajtë të një aksidenti, domethënë e humb shikimin, sepse dëmtohet nervi optik, edhe kështu. Mirë po, në asnjë formë unë nuk i ndala lojrat edhe nuk i ndala atë
nuk e stopova energjinë, domethënë që e kisha si fëmijë. Gjitha lojrat, gjitha më besova Alon edhe sot unë habitem edhe nganjëherë them okej, ndoshta unë si fëmijë edhe nuk kam mund të logjikoj edhe të kuptoj që unë nuk mundem luaj ato lojra që i luani me fëmijët, mirë po në thoja nganjëherë se si prindrit ndoshta kanë guxu të më lejojnë të luaj ato lojra, edhe realisht unë ua kam parashtru pyetjen prindërve të mi, të ndjerit babit edhe nënësime, mirë po ata më kanë thënë që aq kanë qenë fëmijët e sjellshëm, aq kanë qenë të kujdesshëm, saqë në asnjë formë nuk të ka ndallu nga vetja e tyre. Kështu që ta them realitetin ka qenë një fëmijëri e jashtëzakonshme që e mbaj mend edhe sot, edhe fatkeqësisht fëmijët e sotit nuk është që po i kalojnë ato kohra që kemi kalu ne, domethënë ato lojra të shëndetshme me plot kuptimin e fjalës. E kjo ndodh valon deri në një periudhë kur unë domethënë jam afër moshës 6 vjeçare, kur prindrit e mi atëherë vendosin edhe nuk ma humbin asnjë ditë nga shkolla, më dërgojnë në qendër, siç e përmenda, burimore, atje vazhdoj pastaj shkollimin. Këtu pastaj është një histori tjetër që normalisht nuk e kam përjetu mirë, sepse të largohesh nga shokët, shoqet, nuk ka qenë e lehtë. Vazhdimisht unë ja kjo nuk më kujtohet, por më tregonin prindërit që unë ju parashtroja pyetje se pse unë duhet me u largu nga shoqet e mia, pse ato munden me viju mësimin këto, shkollën, e unë diku tjetër, derisa domethënë me kujdes më kanë shpjegu, edhe mbase ka mundësi që mandej jam pajtu me atë fakt, por kjo ka qenë, domethënë. Po më intereson lume, sa vjeç ke qenë kur e ke humbur shikimin edhe çish u ballafaqove për herë të parë me këtë aksident faktikisht? Shefe, 3 vjeç e gjysëm, por tani ta them realitetin si fëmijë, unë ka mundësi që edhe normalisht, mbas edhe nuk jam dje mirë, se normalisht sot shumë mirë para dite edhe mbas dite ndodh diçka krejt katastrofë. Mirë po, është çështja që unë i falenderoj prindërve të mi që nuk më ka ndallu në asnjë formë nga vllau dhe motra që janë më të mëdhaj se unë. Ata unë e di që më thonë se normalisht është dash pastaj t'i bëj veprimet e tjera, mirë po nuk e di, edhe ta them realitetin, kështu ta them shumë sinqerisht, asnjëherë nuk kam dasht që t'hi edhe të thellohem edhe t'i pës prindrit bashkë detajisht krejt se si domethënë ka ndodhur kjo farë çështje, sepse mandej kanë fillu kontrollat e mjeku e gjitha këto për me pa çka është edhe ku qëndron problemi. Mirë po, a ka qenë e lehtë? Jo, në atë moshë nuk mund të gënjej, sepse nuk dua të spekuloj dhe të them jam ndje ashtu kështu. Mirë po, nga mosha 5 vjeçare tutje, aty e mbaj mend, e di që normalisht nuk ka qenë e lehtë, por pastaj me tash mendimin e shokëve, shoqeve, familjes, edhe jam përshtatë ndoshta me një mënyrë të tretë të jetuarit. Çka e ke pas mas vështiri kur e kujton prej sot kohën? Çka e ke pas mas vështiri me funksionu? Në shtëpi, këtu e largoj përgjigjen komplet, sepse në shtëpi nuk e kam pas as pak problem. Aty më kanë, domethënë,
askush në shtëpi nuk e ka të lashe, sepse aty orientohesh, e mëson orientimin, e mëson gjitha, edhe pak a shumë valon të mbesin faktikisht ato memorizohen ato po mënoj vendet ose dollape, gjitha këto, ata nuk e ke problem. Mirë po jashtë ka qenë ndoshta ma problem, sepse normalisht në një kohë ke dalë pas një telashe, ke qenë thjesht e lirë, ajo faktikisht s'ka pas nevojë askush të të ofrohet, të tregoj që aty është një pengesë, këtu është një pengesë. E këtu pastaj ka qenë ajo pengesa më e madhe, funksionimi jashtë, si fëmijë flasim. Por e përmenda që faktikisht shokët dhe shoqet kanë qenë shumë të kujdesshëm, saqë thash nuk e kam lirë në asnjë moment veten ta anashkaluar në ato gjatë lojrave. Pastaj shkova në Pej, atje është këtë muhabet tjetër, domethënë ka qenë shkollë rezidenciale, konvikti shkolla thoja se kanë qenë në të njëjtin oborr, edhe aty mandej është krejt gjë tjetër, atje funksionon sepse atje kanë qenë të gjithë të njëjtë. Jo sikur tani për shembull që ka filluar nga 2012-13 kjo sistemi i arsimit gjithëpërfshirës, që faktikisht shumë është mirë, ani pse me vështirësi, por nxënësit po shoqërohen që nga kopshti, që nga parashkollori, para vitit 2012 kjo nuk ka qenë e mundur, edhe është dashur të përshtatemi atje shokët dhe shoqet të gjithë bashkë. Pastaj nise studimet. Qysh shkojshin studimet? E di personalisht ju kum pa që keni qenë përcjellë gjithmonë të nanës. Po, e vërtet është. Si që përmenda, në 2012 ai trajnimi ra që përmenda krejt në fillim, edhe unë faktikisht njoftova shumë njerëz, shumë miq, në atë kohë faktikisht vendosa edhe ju shkruajta shumë ambasadave këtu në vendin tonë, me të vetmen kërkesë për t'u larguar nga Kosova. Pse erdhe në këtë përfundim, lume? Po, erdha me këtë përfundim, valon, sepse në vendin tim, tash në qytetin e lindjes në Kamenic, ishte vend pa perspektivë edhe nuk mund t'a gjeja një vend pune. Ti vazhdoj studimet edhe ashtu e kisha jashtëzakonisht të vështirë, por në realitet unë e pata bërë edhe një tentativë të regjistrohem në fakultetin juridik, por aty hasa në një pengesë edhe u tërhiqa fare. E vetmi arsye kjo ishte sepse nuk mund t'a gjeja veten as për studime, domethënë për shkollim të më tutjeshëm, as për punësim. Kjo ishte arsyeja, edhe në letrat e mia, pikërisht kjo ka qenë arsyeja. Jo se nuk është Kosova vendi bukur, jo se nuk është Kosova vendi qetë, kjo për vetmen arsye sepse jam e dëshpruar për se s'po mund t'a gjej një vend pune edhe nuk po mundem të kyqem në studime. A ke vështirë ky vendimi për me kërku me lanë Kosovën? Po ka qenë, jo, të jam e sinqert. Unë në base isha, domethënë, në atë fazën që ndoshta të them pak e stresuar ose ashtu, unë jo, mirë po për babin tim të ndjerin ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, edhe bile se mbaj mend sot e kujtoj me shumë vështirësi atë kohë që më kërkoj domethënë që të mos largohem. By the way, mirë po, sdo që tjeton e pata marrë vendimin, të kaloj në pjesë të tjera. S'ka problem, lume. Tani ti u shkruve ambasadave? Po, ju shkruajt ambasadave gjithave të moshme, mandej edhe zyres japoneze, i kam shkruajt këtu se
Nuk zgjidhja vend, vetëm doja të shkoja dikund ku funksionon ligji. Para kësaj lume, ti provove në disa vende me gjetë një vend pune, qysh e shishe veten e, shishe që po mundesh me gjetë një vend pune, që mundesh me kalu mirë, sa ishe edhe në Kamenit, në Gjilan? Jo, në Gjilan nuk kam provu, sepse Gjilani ka qenë, më thonë, ma largë se Kamenit, ka dikun një 20-30 km prej Kamenicës, por unë tentova në Kamenic të gjej një punë stacionin Radio Kamenica, quaj dhe më thonë. Mirë po aty nuk pata sukses, edhe kështu që pastaj nuk u hapën konkurse, edhe kështu që vazhdova këndej, si që thash, me ato letrat e famshme. Mandej prej të gjitha ambasadave, vetëm 3 u lajmëruan faktikisht më kthyen përgjigje. Ambasada e Suedis, ambasada gjermane edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasada e Suedis më thonë që vetëm nuk kemi ndonjë program të tillë. Ambasada e Gjermanisë mi dërgon disa linqe që më orienton ambasadori tek disa organizata, dhe mandej ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më kthen përgjigje, por e cila kërkon pastaj të vazhdojnë bisedimet me ta. Të them realitetin, kur më kërkoi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të vazhdoj bisedimet me ta, unë i lash fare këto linqet që i përmenda që mi sugjeroi ambasada e Gjermanisë. Edhe këtu mandej në vitin 2013 fillon ajo maratona e takimeve, bisedimeve. Do më thënë, kërkojnë ata arsyet e mia pse unë dua të largohem nga Kosova, edhe unë normalisht i përgjigjem sikur qysh i kam shkruajt letrën. Dikund në muajin maj, ata më parashtrojnë një pyetje dhe më thonë që pse me gjithë kapacitet nuk vendos me qëndru këtu dhe me kontribu për vendin tënd. Edhe të vish në Prishtinë, por mua atëherë unë ju thashë si të vi në Prishtinë kur nuk e kam një vend pune, nuk e kam edhe për një vend pune tani të jemi të sinqert, nëse kërkon të hysh dikun në radio ose dikun të paktën duhet të kryesh disa trajnime, duhet të kish disa studime, duhet të paktën disa informata elementare, themelore të dish, edhe atëherë ata ma parashtruan ashtu pyetjen që unë nuk munda të këmbëngull për ta lënë Kosovën, edhe po mënoj vendosa të tri këtu në vendin tim. A je pishman lume, kur e menon? Në të përgjithshmen jo, por me raste kur më lodh ndoshta profesioni, sepse nuk është e lehtë profesioni gazetarisë as pak, them, pse s'shkova? Mirë po prap, jo, nuk jam pishman që nuk kam shkuar, por edhe nga ana tjetër u plotësua edhe po mënoj i erdhi në vend dëshira babit tim që faktikisht nuk u largova prej Kosovës edhe kaq. Po du me kalu edhe pjesa e studimeve, pyeta edhe ma herët, kallëzom, sa ke pos vështirë 3 vite studimeve, bachelor, 2 master me i përfundu? Po, kërkoj faljet, sepse unë u zerova më tepër në pyetje. Po, mandej në tetor të vitit 2013, unë i regjistrova studimet themelore këtu në Universitetin e Prishtinës.
e vështirë ka qenë vetëm çështja e literaturës. Sa i përket profesorëve edhe kolegëve të mi të studimeve, ata kanë qenë të jashtëzakonshëm. Edhe këtu shfrytëzoj rastin që ti falenderoj jashtëzakonisht shumë të gjithë profesorët që kanë qenë shumë të sinqertë, edhe në asnjë formë, domethënë nuk kanë mos them nuk kanë bërë lehtësira, sepse normalisht në këtë pjesë nuk kjo për mendimin tim është e pamatshme, por në asnjë formë nuk kanë bërë dallime që të largohem ndoshta nga provimet, që të largohem nga ushtrimet. Përkundrazi, disa asistentë edhe më thonin se po lëri fare ato ushtrimet se ke edhe angazhime tjera gjitha këto, por unë në asnjë formë, në asnjë moment nuk i kam lënë anash as ushtrimet, as ligjëratat, edhe jam përpjek të eci krah kolegëve të mi. Literatura po ka qenë problem, edhe ajo më ka përcjell deri në vitin e fundit të studimeve në nivelin master. Sepse nga se e përdori shkrimin Braille, normalisht do duhej që Ministria e Arsimit të merrej shumë seriozisht me këtë çështje. Mirë po, për fatin tim të keq, nuk është që kam bërë në atë kohë diçka. Shoqata e të verbërve po mi ka përgadit 3 libra për hyrje në gazetari që ka qenë 2 semestrale, zhanret e gazetarisë po 2 semestrale, edhe bazat e komunikologjisë që ka qenë lënë 1 semestrale. Vetëm këto 3 i kam pas si ndihmës për t'i përgatitur provimet e studimeve të mia. Të tjerat më është dashur t'i përshtas vetë, edhe normalisht e kam pas krah të djathtë mamin që mi ka lexu të gjitha librat, normalisht që nuk ka mund t'i përshtas se me një makinë analoge është goxha e vështirë të shkruhen të gjitha, mirë po unë ja kam dalë kështu. Makina analoge çka është lume për me ditë njerëz? Po, makina analoge është, po sigurisht, është një makinë analoge që domethënë përmes asaj makine mundesh me e shtyp tekstet në shkrimin Braille. Fatmirësisht sot valon janë printerat, është teknika komplet, mirë po është jashtëzakonisht e kushtueshme. Edhe në shkollë normalisht ekziston ajo teknik, edhe në shoqat e kanë atë teknik, mirë po këtu normalisht duhet ta marrë këtë përgjegjësi Ministria e Arsimit, që për shembull ata studentë që duan faktikisht të përgatiten përmes shkrimit Braille, ato duhet definitivisht të përgatiten, sepse sot po munden studentët edhe përmes audiobooks me u përgatit, por ja që mua audiobooks nuk më përshtaten. Mundem me lexu një roman, mundem me diçka për qef, mirë po që të përgatitem për studime, unë kam provu, por nuk ja kam dalë. Për mua është vetëm libri, vetëm letra. Domethënë, në atë formë komunikoj shumë më mirë edhe përgatitem shumë më mirë për studime. Për me kalu të pjesa e fundit lume, po para se me kalu veç po më vjen me një përshkrim i juaj, nonën e ke pas gjithmonë krah. Krah në kuptimin jo veç mbështetës, po edhe fizikisht. Po, valon, gjatë shkollës në Pej thash tregova që ka qenë shkollë rezidenciale, por këtu ka qenë krejt temë, edhe është krejt temë tjetër, sepse këtu është e domosdoshme. Normalisht tani kush e shikon edhe e dëgjon domethënë këtë bisedë, e shtron me të drejtë pyetjen se pse se përdor shkopin e bardhë ose gjëra tjera, por është problem sepse ne këtu infrastrukturën nuk e kemi adekuate, nuk është e rregulluar infrastruktura rrugore
për përdorimin lirisht të shkopit të bardhë. Sepse ta ngrejmë këtu një paralele në vendet tjera, në vendet të zhvilluara, qoftë në Evropë, qoftë në vendet tjera dhe në Amerikë, unë kam miq edhe kam miq që janë të verbër, por edhe kam miq të tjerë që flasin për njerëz të tyre atje ose për shokët edhe shoqet. Atje valon e bëjnë një jetë totalisht të pavarur, sepse gjithçka është e rregulluar në vendin e duhur. Edhe pse normalisht edhe atje ndoshta ndonjëherë hasin në vështirësi, mirëpo një i verbër mundet me lëviz prej shtetit në shtet, ose prej qytetit në qytet, ose jeton komplet i pavarur, sepse e ka komplet infrastrukturën e rregulluar. E këtu te ne kjo mungon jashtëzakonisht shumë. E për këtë arsye pastaj nëna ime nuk ka dashur në asnjë formë, domethënë të më lej edhe të ndodh ndoshta një keq kuptim rrugës, të ndihem ndoshta keq ose thjesht se jo ndoshta me psu ndonjë lëndim ose diçka tjetër, edhe kjo vazhdimisht ka vendosur të jetë krah meje. Në fund krejt lume, mesazhe negative në herë, e ndi keq në herë, qysh i ke perceptu komentet e njerëzve? Ke pas në herë të lashën e të? Shiko, komente edhe normalisht ka pas, por unë jam e sinqert shumë që apo të them. Unë i dalloj njerëz prej kujt ndoshta prekëm edhe prej kujt nuk prekëm. Prej njerëzve domethënë që ndoshta nuk kanë pas një horri të mjaftueshme ose edhe thjesht ndoshta qoftë në autobus, qoftë rrugës, dikush e thot ndonjë fjalë, edhe pse nuk ka pas ndonjëherë të tilla, por edhe nuk prekën sepse dikush nëse nuk më njeh edhe flet diçka, nuk e di nivelin e atij personi, nuk e di sa ka njohuri, nuk e di domethënë gjendjen emocionale të atij njeriu dhe nuk prekëm. Unë prekëm prej njerëzve që faktikisht ta njohin kapacitetin, prej atyre njerëzve që ndoshta e lëshoj një fjalë pa u mendu fare, prej atyre njerëzve ndoshta jo ndoshta po menoj ndihem ndoshta keq, mirëpo nuk e jap veten në asnjë formë, vetëm e këtu jam pastaj këmbgulse shumë e madhe, kërkoj që atë mendim që e ka pas për mua ose atë fjalë që e thot ta argumentoj deri në pikën e fundit. Nëse personi më bind që faktikisht qëndron mendimi i tij, atëherë unë nëse duhet punoj shumë edhe përmirësohem. Nëse s'ka nevojë, atëherë le të mbetet në ndërgjegjen e secilit. Mirëpo nuk kisha, edhe s'po më kujtohet tani aktualisht, sepse ka njerëz që flasin e gjitha këto, por unë nuk i marr kështu për zemër, ndoshta pse tha ashtu, pse tha kështu. Fjala publike, kur thuhet, ta marrim shembull, ka pas raste kur në parlament të vendit ton, ka pas raste kur ndoshta edhe nëpër media përdoret një fjalë që e lëndon dikë tjetër, e ajo pastaj më dhem shumë. Ajo më dhem shumë sepse qoftë në parlament, qoftë në media, gjitha këto, aty janë njerëz që duhet të jenë shumë të edukuar, duhet të jenë shumë të matur, fjalën që e flet, edhe në çfarë forme e thot, edhe pse e thot. A ka pas ndonjë rast kështu? Po ka pas raste kur ndoshta njëri tjetrit janë drejtuar, domethënë e kupton për shembull që e kanë ofenduar njëri tjetrin duke e lënduar një person të tretë, mirëpo fatmirësisht shoqata edhe kanë reagu edhe faktikisht ajo është tërhiq fjala, por prap se prap fjala kur del nga 24 dëm që thuhet, ajo mbetet. E në këtë pikë mua më vret shumë nëse njerëz që janë faktikisht
të thirrur, domethënë të edukojnë masën ose të tjera që faktikisht shkojnë për ta rregulluar jetën e tjetrit, e kjo më dhem shumë, sepse në shoqëri e gjitha këto nuk është që më vret shumë, sepse fundja, ai person që ofendon dikën, ai e ofendon vetëm veten, sepse mua në një farë forme nuk është shumë që më vret Në shumë. fund, lume një mesazh për këtë njerëz, jo veç verbrit ose persona tjerë me aftësi të kufizuara, por në përgjithësi. Shikoni, mesazhe ka të shumta. Tani vetëm po jetojmë në shekullin e 21. Mesazhi im i vetëm është që vetëm ta kuptojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin aty ku e ka të nevojshme personi, edhe një mesazh që do t'u drejtoja personave me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre, është që, e sidomos në këtë rast familjarëve të tyre, sepse krejt njerëz kanë dëshirë me arrit suksese, krejt njerëz kanë dëshirë me arrit ndoshta ta gjejnë një vend pune, sikur që unë sot e kam, por e kanë ndoshta pak të pamundur krejt për faktin se nuk respektohen ligjet, por nuk respektohen edhe deri në atë masë sa është e nevojshme. Në këtë rast familjarët duhet të jenë mbështetësit e tyre kryesor, që faktikisht një person me aftësi të kufizuara në vendin tonë të arrijë pikërisht aty ku dëshiron. Edhe diçka tjetër është se kjo shkon për krejt shoqërinë, besoj. Në të shumtën e rasteve, unë kam dëgjuar edhe normalisht edhe në emisionet e mia unë e kam trajtuar me profesorin Ulaj këtë çështje, ku thuhet është person me aftësi të kufizuara edhe i din të gjitha. Në këtë rast, unë i bëj thirrje edhe vetë personave me aftësi të kufizuara, po edhe shoqërisë, që mos të marrin personat me aftësi të kufizuara që janë gjeni. Po mundet me qenë gjeni në një fushë, por absolutisht nuk mundet me qenë me IQ të lartë, vetëm pse është person me aftësi të kufizuara. Po dhe personat me aftësi të kufizuara, në këtë rast nëse dikush mundohet t'i quaj të tillë, le ta frenojnë veten, le të reflektojnë edhe le ta dinë se vetëm deri në këtë pikë mundet me qenë i dobishëm, aty ku nuk mundet. Ja, unë personalisht, në përdorimin e teknologjisë informative, nuk jam e mirë. Po kam kolegë edhe kolege që janë fantastik në përdorimin e teknologjisë. Sepse ju shkon faktikisht po më mendoj kjo drejtim. Mua nuk më shkon. Unë e përdori vetëm për, nevojat e mia. Edhe kaq. Kështu që kjo është një mesazh i imi që le ta shohim vetëm deri aty ku munden, e jo të merren, e recitoj një poezi, tani është shkrimtare. Është ndoshta në radio, është gazetare dhe është kush e di se kush. Jo, në asnjë formë, vetëm deri në atë pikë ku janë ku din, deri në atë pikë, sepse unë për vete kam funksionu në këtë formë. Harova me të pyet, e pota në mendje prej fillimit, pse gazetarinë e zgjidhe, pse u bone gazetare? Po, gazetarinë e zgjedha sepse me vetë faktin që pastaj unë vendosa të rri këtu në vendin tim, edhe të vazhdoj punën, atëherë mua ma mori mendja se gazetaria është fusha që faktikisht
ndikon në krejt poret e jetës. Ja kështu unë e mora. Sepse shpesh herë thonë, unë si fëmijë e kam dash këtë profesion, jo, unë si fëmijë e kam dash një profesion krejt tjetër. Mirë po, gazetarin pastaj e zgjodha se pikrisht që kjo çështja, se nëse don të kontribuosh komunitetit të cilit i takon, siç më sugjeroi ambasadorja dhe zëvendës ambasadori, edhe nëse dëshiron të kontribuosh vendit tënd, atëherë mua më duket fusha më e përshtatshme gazetaria që ta kryej, domethënë këtë punë. Mirë po, sot nuk jam pishman, edhe pse është profesion i lodhshëm, edhe pse është profesion që të shpenzon, edhe pse që 13 vjet e këtej, çdo ditë e kam të organizuar, është e lodhshme, mirë po prap se prap, kur i shoh rezultatet, kur e shoh që të paktën përmes emisionit tim kanë mbri disa çështje të gjejnë përgjigje, natyrisht jo vetëm përmes meje, por duke u bashkuar të gjitha forcat, unë sot jam e lumtur edhe kjo ka qenë arsyeja, domethënë pse pikërisht gazetaria. Si e vogël, çfarë profesioni ke dashur? Mjekësinë e kam dash shumë, edhe sot, domethënë jam në gjendje të lexoj me orë të tëra, dëgjoj dokumentar me orë të tëra, edhe nuk më lodh domethënë kjo profesion, se e kam dash, edhe vazhdoj ta dua, mirë po nuk e di shti fati që të vazhdoj.